Një njeri e sheh një gjarpër që po digjej në zjarr dhe vendosi ta nxirrte nga flakët. Kur e kapi gjarpnin me dorë, gjarpri e kafshoi dhe i shkaktoi dhimbje të tmerrshme. Nga dhimbjet e mëdha, ky detyrohet ta lëshoj gjarpnin dhe ai bie sërish në zjarr. Pastaj e merr një shufër metalike, e nxjerr gjarpnin nga aty dhe ja shpëton jetën. Një njeri që po shikonte aty se çfarë po ndodh, i ofrohet dhe i thot: "Gjarpri të kafshoi, të shkaktoi dhimbje aq të mëdha, por ti sërish ja shpëtove jetën." Pse? Ky i thet: "Është në natyrën e zvaranikëve që të shkaktojnë dhimbje apo të kafshojnë, por kjo nuk e ndryshon natyrën time për të ndihmuar." Ti që po e dëgjon këtë video tani, mos e ndrysho karakterin tënd vetëm pse dikush të mërzit apo të lodh. Mos e prish zemrën tënde për asnjë çmim, ama në të ardhmen bëhu i kujdesshëm dhe vigjilent për jetën tënde, sepse tek e fundit zvarraniku bën atë që ja lyp natyra e tij, ndërsa njeriu do ta bëj atë që ja obligon njerëzishmëria e tij. Mirupafshim.